Lutja e sotme për masterclass, për ata që po kalojnë dimrin në heshtje. Zoti i dashur, sot vim para teje me zemra të ndjeshme dhe të përullura. Ti i nje të gjitha zemrat, ti i nje ata që po kalojnë këtë dimër në heshtje. Ti i nje ata që nuk kanë kohën, ata që nuk kërkojnë ndihmë, ata që nuk kanë guxim të tregojnë se po e kanë të vështirë, ata që nga jashtë duken mirë, por brenda mbajnë peshë, mungesë dhe lodhje. Zot, shikoj ata që po kalojnë vështirësi financiare ose materiale. Shikoj ata që zgjedhin të buzëqeshin edhe kur nuk u pyet askush si je. Shikoj ato që japin më shumë se sa marrin, edhe kur vetë kanë nevojë. Zot, mos i lër vetëm. Hape rrugën e ndihmës për ta, nga aty ku nuk e presin. Dërgoj njerëz të mirë në jetën e tyre. Dërgoj zgjedhje, ngrohtësi, lehtësim dhe shpresë. Për antarët e këtij masterclassi, na jep sy për të parë për te pamjes, na jep zemër për të ndjerë tjetrin, na jep dorë për të ndihmuar pa u kërkuar, na jep fjalë të buta. Për ata që heshtin, Zot, bekoje çdo zemër që po mban këtë dimër me dinjitet. Bekoje çdo shpirt që nuk u ankua, por u mbështet tek ti. Le të mos u mungoj asgjë thelbësore. Le të ndjejnë se janë parë, dëgjuar dhe mbajtur. Faleminderit Zot sepse ti nuk haron askënd. Faleminderit sepse edhe në dimrin më të ftohtë ti sjell ngrohtësi në zemrat e njerëzve. Amin.